Përshëndetje shikues të nderuar, jemi këtu në korrëtisë të poshtme të komunës së Drenasit, përkatësisht në shkollën e Arif Shala. Bashkë me mua sot do është edhe menaxheri i kësaj qendre, i cili do të na informojë lidhur me një informacion cilën e kemi pranuar se në këtë qendër policia ka intervenuar lidhur me dyshimet se një person ka qëndruar në oborrin e kësaj qendre duke në një farë forme duke ushtruar ose edhe presion për votuesit. A unë më na tregoj ndërum fillimisht emrin jam, do të them për informacionin që ne kemi pranuar. Po, informacioni është i saktë, pasi policia kanë pas personin në fjalë me veturin e tij në qendrën e votimit për të dytën herë, kanë intervenuar duke larguar në mënyrë të qetë. Keni informacionin se kush është saktësisht personi? Jo, vetëm unë më marr informacionit prej policisë, ata kanë shkruar në raport kush është. Cilat kanë qenë dyshimet, a keni pranuar jo informacioni mandej është lajmëruar policia apo policia ka intervenuar? Po ka pasi është ardhur dy herë, i kanë thënë që të largohen nga vendi i votimit pasi nuk lejohet me ligj njëti person me qëndruar në vend votimit për herën e dytë. A ka pas të drejtë me ushtru votën e tij në këtë qendër? Po se është i lagjës të korrëticës e poshtme. Me qenë se jemi këtu, më na tregu dhe si po rrjedh procesi në këtë qendër dhe sa është interesimi i votuesve për me votu në këtë qendër. Procesi deri më tani është duke shkuar shumë mirë, votues kemi shumë. Tash nga ora 11 e tuti kemi një flokës pak më të madh se në mëngjes. Deri në orën 11 kemi 228 votues. Plus tash është rritur për orës 11 e tutje, që është luksi më i madh. Faleminderit shumë. Ne sipas informacioneve që ka pranuar kallëzo.com, personi i dyshuar cili ka ndëjtur në oborrin e shkollës e cila është ndaluar të qëndrojë më gjatë sesa përveç se të shfrytëzojë të drejtën e tij të votës, është agja i një asamblistit të një partie e cila po garon në komunën e Drenasit.